Këtë ajte në jeta në Kosovë. Sa ka liri të shtypit në Kosovë? Pse po kundërshtohet kodi i ri penal i Kosovës? Pse po paditën gazetarët për shpifje? Gazetari gjithmonë duhet të jetë objektiv, ta pasqyrojë të vërtetën për hir të interesit të përgjithshëm. Ky është një presion nga më të hapurit, më të skandalozit. Vërtetën nuk e tregojnë gjithmonë. Si vlerësojnë këto padi gazetarët? Unë e shoh si formë tretë kërcënimit, sepse vetë fakti që ai kërkon dëmshpërblim për 500.000 euro për një gazetari, kjo tregon se është vetëm një përpjekje që të friksoj gazetarin që mos të merret me punën e atij personit në fjalë. Gjithashtu, disni reportazhin që tregon se si me muaj të tërë, Poliklinika Stomatologjike e Prishtinës nuk ka arritur të funksionalizojë një karrige stomatologjike. Jeta në Kosovë, çdo të ejte në ora 20:20 dhe repriza të nesërmë në mesditë.